Një situatë e tensionuar është regjistruar këtë të hënë në kantierin e aeroportit të Vlorës, ku janë shënuar përplasje mes punonjësve të kompanisë Mapco, të biznesmenit Behçet Pacolli, nën kontraktorëve të saj dhe personelit të sigurisë së kompanisë Dya Group. Sipas informacioneve, punonjësit e kompanisë së Pacollit kanë tentuar të hyjnë në ambientet e aeroportit për të vijuar punimet, por janë përballur me kundërshtimin e forcave të sigurisë që ruanin kantierin. Situata ka shkaktuar tensione dhe debate mes palëve, ndërsa përfaqësuesit e Mapcos kanë kërkuar të futen në brendësi të kantierit, duke argumentuar se po zbatojnë vendimin e gjykatës së lartë. Përplasjet nisën fillimisht në hyrje të kantierit mes punonjësve të sigurisë dhe përfaqësuesve të Mapcos, ndërsa më pas tensionet vijuan edhe në brendësi pranë zyrave të aeroportit. Prej disa javësh, përfaqësues të Mapcos kanë qëndruar jashtë kantierit duke protestuar dhe kërkuar rikthimin në punime. Situata e tensionuar u rikthye sërish të hënë me përplasje mes përfaqësuesve të dy kompanive dhe personelit të sigurisë. Mbetet për të parë se çfarë zgjidhje do të gjendet për vijimin e punimeve në kantierin e aeroportit të Vlorës, ndërsa palët vijojnë të mbajnë qëndrime të kundërta mbi administrimin dhe ecurinë e projektit.